Vllaznia ka mësuar datat dhe oraret e 5 ndeshjeve të para në A Biznes Superiore për sezonin 2026-2027. Komisioni i Ligave dhe Garave pranë Federatës Shqiptare të Futbollit ka zyrtarizuar programin e fillimit të sezonit me Kuqe Blu që do ta hapin kampionatin në stadiumin Loro Boriçi. Sfida Vllaznia Skënderbeu do të luhet të premten e 21 gushtit në orën 21. Kjo përballje do të ngrejë siparin e edicionit të ri të elitës së futbollit shqiptar, ndërsa skuadra shkodrane do të synojë ta nisë me rezultat pozitiv përpara tifozëve të saj. Në javën e dytë, Vllaznia do të udhtojë drejt Elbasanit për të përballur me ekipin vendas. Ndeshja është programuar më 29 gusht në orën 18:30. Përballja më e fortë e fillimit të sezonit pritet në javën e tretë. Kuqe Blu do të presin Partizanin në Shkodër më 5 shtator në orën 18:30 në një duel që pritet të tërheqë interes të madh. Java e 4 do ta gjejë Vllaznin në transfer ndaj Laçit. Takimi Laçi Vllaznia do të luhet më 13 shtator në orën 16. Pesjavët e para do të mbyllen për skuadrën shkodrane me një tjetër ndeshje në stadiumin Loro Boriçi. Vllaznia do të preste Utën më 18 shtator në orën 18:30. Në 5 javët e para, Vllaznia do të luajë 3 ndeshje në Shkodër dhe 2 në transfert. Kuqe Blu synoi një nisje të mirë, ndërsa kalendari u rezervon që në javët e para përballje të rëndësishme me Skënderbeun, Partizanin dhe Teutën.